Jemi te porti i peshkimit dhe këtu kemi ndërtuar markatën e peshkut për gjithë bashkinë e Vlorës, por edhe gjithë qarkun. Është një markat që Ministria e Bujqësisë ka bërë një investim rreth 1.5 milion euro për të siguruar të gjithë marrëvajtjen e sektorit peshkimit, që nga mënyra se si duhet ta sjellin në një ambient të sigurt për ta magazinuar, për ta çuar në një dhomë frigoriferike, por edhe në eksport, sepse ne do të marrim edhe certifikatën për eksportin, pra të gjithë peshkatarët nuk do të kenë më nevojë të bëjnë një ambient të tyre për të siguruar një sipërfaqe të caktuar, apo edhe për të certifikuar gjithë për ato produkte të cilët duhet të çojnë në eksport. Pra pikërisht do të jenë këtu kemi rreth 15 dhoma frigoriferike, këto do të jenë ambientet e zyrave për çdo sektor, pra për çdo biznes. Është një ambient totalisht i ri ku 28 anije do të kenë mundësi që këtu të sjellin gjithë produktet e tyre, që të kenë pastaj eksporta apo edhe mundësi tjera tregtimi që janë për qytetarët, por edhe tregun vendas. Zoti Ministër, përshëndetje të gjithëve. Atëherë një pjesë gjërave ju i shpjeguat, por unë do ta nis nga fillimi i procesit ku i gjithë produktet e peshkimit do futen nga ato dyer. Edhe zyra e parë do jenë inspektorët e kontrollit, që inspektori AKU, si inspektori i peshkimit, pra gjithë organet ligjzbatuese të cilat e kanë detyrë funksionale në mbarvajtjen e këtij procesi. Siç mund ta shihni ne këtu në tërësinë e saj kemi 15 dhoma frigoriferike, 2 nga këto janë ngrirëse, 2 janë për prodhimin e akullit dhe pjesa tjetër janë freskuese. Në pjesën ballore që ne kemi janë zyrat e punëtorëve, të cilët do shërbejnë për sistemimin dhe ekspozimin e gjithë produkteve peshkimit, të cilët do të jenë vendosur në mes, sepse këtu presupozohet që do jetë një ambient steril ku nuk do ketë njerëz të cilët do jenë duke prekur apo duke sistemuar përveç se punëtorëve të shërbimit, sepse kemi një siguri ushqimore. Siguria ushqimore është në nivelet maksimale, pra në standardet e Bashkimit Evropian. Në pjesën sipër kemi vizitorët, të cilët janë të interesuar për të parë produktet e peshkimit, ndërsa në dhomat e vogla që kemi përballë janë dhomat të cilët do jenë dhomat të thuaç të tregtarëve të peshkimit, të cilët do kenë zyrat e tyre, do jenë të abonuar dhe që të blejnë gjithë produktet e peshkimit për nevojat e tyre. Kjo është një nga dhomat ngrirëse, siç mund ta shikoni, kjo është minus 8.2 grada një. Janë investime totalisht reja me gjitha parametrat e teknik. Kjo është minus 18 grad janë, po aktualisht nuk ka shkuar, është 8.5, minus 18. Kjo qendër është dhe strategjikisht është shumë afër edhe portit peshkimit, ku për peshkatarët është një akses shumë i lehtë, i cili, siç e tha edhe ministri, që kapacitetet që kemi aktualisht janë për 28 peshkaregja të cilët sjellin produktet e tyre. Pra kemi të bëjmë me një standard i cili është brenda parametrave europian. Kjo markat nuk ka as gjë më të vogël se sa, mos them që ka kushte akoma më të mira edhe nga markatat të cilët ne kemi parë nëpër Europë. Zoti Ministër, unë gjej rastin t'ju falenderoj, sepse Vlora, përveç historisë vetë edhe bukurisë natyrore, ka gastronomi pikën e saj të fuqishme, edhe gastronomia e qytetit të Vlorës, pa diskutim që ka produktet e detit kryesor. Edhe sot, në këtë ambient, ne jemi në një stad të ri të zhvillimit të tregut të gastronomisë në fushën e prodhimeve të detit, ku ky ambient, ashtu siç dhe ju e theksuat dhe sqaruat, nuk do të ketë bëj vetëm me përditshmërinë, pra me markatën e përditshme ku njerëzit mund të vinë dhe në kushte shumë të sigurta të blejnë produktin e tyre, që tashmë siguria ushqimore është një detyrë specifike për çdo zyrtar dhe punojës të administratës, por njëkohësisht dhe vetë peshkatarët në ditën e tyre të lodhshme, produktet e tyre mund t'i kenë këto dhoma frigoriferike në kushte dhe në standarde shumë të rëndësishme për cilësinë e produkteve detare. Është një projekt vërtet ambicioz, por i domosdoshëm dhe na vjen në një moment ku siguria ushqimore është detyrë jo vetëm për plotësuar kushtet, sepse ne jemi duke futur në Evropë, por është detyrë qytetare ndaj çdo njeriu që sot në Vlorë vjen si turiste edhe vjen dhe si për të shijuar dhe produktet e detit.
Kështu që unë ju falenderoj edhe shpresoj sot që të jetë një fillim i mbar për gjithë peshkatarët. Ne sot bëjmë dorëzimin tek ju, që kështu ta gëzoni ju dhe peshkatarët dhe gjithë qytetarët e Vlorës. Faleminderit.